Rinumërimi i votave të Fierit ka nxjerrë se janë disa mijëra vota që janë hedhur pa të drejtë kandidatëve. Gjatë procesit të rinumërimit, ato vota janë zbritur. Ne do të lidhemi me Muhamet Veliu. Muhamet, përshëndes. Sa është numri i votave të parregullta që kanë dalë deri më tani nga procesi i rinumërimit? Doris dhe unë të përshëndes, po shkojmë drejt fundit të rinumërimit për qarkun e Fierit. Deri tani janë numëruar 488 kuti nga 586, 2 janë momentet për të ndalur përsa i përket rinumërimit. Ky rinumërim i qarkut Fier u kërkua nga partia Drejtatik Lapajt me shpresën se do të rikuperonte më shumë se 500 vota për të marrë një mandat Partisë Socialiste. Kjo nuk ka ndodhur pasi deri tani Partisë Drejtatik Lapajt janë shtuar vetëm 7 vota. Janë shtuar Partisë Demokratike 112 vota dhe janë hequr Partisë Socialiste 31 vota. Momenti më interesant deri në kufit e një skandali, nëse do ta quaja kështu, ka të bëj me votën preferenciale. Një kandidati socialist dhe një kandidati tjetër të Partisë Socialiste, numëruesit i kanë dhënë padrejtësisht plot 1614 vota. Pra një shkelje e hapur për të cilën ne nga numëruesit për të cilën KAS do të vendos të hënën, mbledhjen e të hënës, se çfarë do të bëjë, nëse do t'i çojë ata për ndjekje penale apo jo. Megjithatë, ka dhe një zhvillim tjetër këtu nga qendra e rinumërimit. Pak më herët, Aulon Kalaja, kandidat i koalicionit Shqipëria Madhështore me mbështetësit e tij, ka zhvilluar një protestë. Zoti Kalaja është me ne këto momente. Faleminderit që jeni në këtë edicion të lajmeve në Top Channel. Përse protestua dhe cila është kërkesa juaj ndaj KAS? Protestuan për disa arsye, për mënyrën se si KAS ka marrë një vendimarrje për të na quajtur votat pavlefshme aty ku vullneti i qytetarëve ka qenë totalisht i qartë. Nëpër KZZ përkatëse është marrë vendim që një votë e cila mund t'i ketë dalë pak tiku jashtë kuadratit kandidatit, është shprehur qartë vullneti që duam Aulon Kalan për këtë votë. Ndërkohë KAS-i në një vendimarrje totalisht çuditshme për mendimin tim jo ligjore, ka vendosur që këto votat ne i prish dhe të arrijë një perceptim publik sikur ne kemi marrë vota më shumë se ç'duhet. Për t'i paraprirë kësaj gjëje, sepse numërimi i Durrësit do ndodh ditën e nesërme në orën 9 paradite, unë sot organizova një protestë. Arsyeja e dytë që ne kemi organizuar këtë protestë është pikërisht hapja e videove për qarkun Durrës. Unë pretendoj që gjatë numërimit të parë për subjektet politike ka ndodhur manipulimi i votës, gjë që nuk e zgjidh dot kutia e votimit. Pse e them këtë pretendim? Për arsye se unë kam parë votat kur kanë dalë për herë të parë në ekran, kur vota është e virgjër, dhe aty kam shënuar të gjithë votat e mia. Ndërkohë, në numërimin e dytë, kur ka ndodhur numërimi i dytë dhe unë kam parë pamjet filmike të marra nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, mua më janë prishur disa vota. Pra, në rast se ka pasur votë tek Aulon Kalaja, i është vënë dhe një X tjetër, një kandidati tjetër, kështu që vota ime dele pavlefshme, por kjo votë llogaritet për subjektin politik. Ose po marrim një tipologji tjetër vote. Ka qenë një votë për subjektin politik dhe nuk ka pas zgjedhje të asnjë kandidati, në numërimin e dytë del që X-i është vënë një kandidati tjetër dhe pikërisht është rritur në mënyrë artificiale. Këtë hall mua nuk ma zgjidh dot kutia. Këtë hall e zgjidh pikërisht hapja e pamjeve filmike që ne kemi marrë nga KQZ-ja, që janë orë të tëra, dhe ballafaqimi i këtyre pamjeve filmike pikërisht me kutinë e votimit. Dhe problemi i tretë që un kam, përse në qarkun e Durrësit nuk janë hap gjitha kutit? Pse do kemi numërim pjesërisht? Kur dim që precedenti i Tiranës dhe i Fierit na mësoi që u hapën gjitha kutit. Çfarë po fshehin këta në Durrës? Pse nuk i hapin gjitha kutit? Pra këto janë 3 momentet që unë dola sot në protestë. Zoti Kalaja, faleminderit që ishit me ne në Top Channel. Doris, kaq nga kjo lidhje direkte, linja për ju në studio. Të falenderoj Muhamet Veliu për informacionet që na përsollë, si dhe për intervistën e zhvilluar me zoti Kalan.